أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالمدريمة ذا الأدريمة إتاكوين بتم الله عز وجل صلوات dhe salamat ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, paqja dhe mëshira e Allahut azza wa jall qof mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqert besnik dhe mbi të gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli i ligjëratave komentimi tematik i surave të Kur'anit famlar. Jemi konkretisht tek komentimi tematik i një sureje të këndshme, surës Nahl. Dhe jemi në ligjëratën e radhës të trajtimit tematik të kësaj sure. Ligjërata e radhës ka të bëjë me një begati, me një dhunti tjetër që vjen me njëherë pas dhuntisë së udhëzimit që ka sekë Allahu në fillim të surës Nahl. Në ajetet vijim Allahu azza wa jall tregon edhe begantin edhe dhuntin e krijimit të njeriut, për t'i bërë me dije insanit njeriut dhe për t'i thirrur mendjes së shëndosh që mos e ço mendjen hiç më larg, edhe mos e kthe kokën hiç më larg se sa tek vetvetja jote, për ta parë mrekullinë e krijimit të Allahut azza wa jall tek njeriu. Dhe krijimi i njeriut, kanë thënë ulemaja, është prej mrekullive më madhështore të Allahut azza wa jall, për të treguar se Allahu është krijues madhështor, krijues suprem dhe i vetmi krijues që din me kriju në këtë formë. Njeriu pra është krijesë e veçantë dhe nderuar nga Allahu azza wa jall, që Zoti xhelalu ala e ka krijuar njeriu në formën më të bukur. Krijesa njeri dallon nga krijesat e tjera nga disa aspekte dhe nga disa mënyra. Aspekti i parë është se Allahu azza wa jall e krijoi njeriu nga dy materie të përgjithshme. Materia e parë është materia shpirtërore, edhe materia e dytë është, do thotë, materia e cila është në aspektin, do thotë, material. Andaj Allahu azza wa jall e krijoi njeriu si qenie me trup, po edhe kësaj qenie i dha shpirt. Gjithashtu Allahu azza wa jall e nderoi njeriu që e bëri njerin me pas edhe shqisa edhe me pas ndjenja, për dallim nga krijesat e tjera. Nga se njeriu loton për shkak ndjenjave dhe normalisht loton për shkak asaj që Allahu azza wa jall e ka bërë që të jetë i tillë apo e tillë krijesa njeri. Andaj njeriu nga ndjenjat loton, nga ndjenjat apo përmes ndjenjave edhe pikëzimi që të lot. Ndërsa dikush mundet me pyet, na i shohim edhe kafshët, të cilave kur u vdes nana, sidomos shohim në rrjetet sociale që vrapon pas të vdekurit të saj, i shohin që dalin, do thotë dalin lotot për shkak vdekjes apo ndarjes nga, për shembull, nga nëna. Kësaj çështje i kanë dhënë përgjigje ulemaja, kanë thonë që kafshët dhe insektet tjera apo krijesa tjera, do thotë, e bëjnë këto nga instinkti, e jo nga ndjenja të cilën ndjejnë. Allahu azza wa jall ja ka dhënë ekskluzivisht njeriu. Gjithashtu Allahu azza wa jall për ta nderuar krijesën e njeriu e ka bërë më këmbës në tokë, e ka vendosur njeriu që ta udhëhesë këtë tokë, ka caktuar që të gjitha planetet, në farforme që i ka krijuar Allahu azza wa jall, qiejt, tokën, kodrat, do thotë të jenë në shërbim të njeriut, kafshët edhe gjërat e tjera të cilat i ka krijuar Allahu azza wa jall. Andaj Zoti xhelalu ala pra e vendosi krijesën e njeriu në këtë formë, e krijoi në këtë formë dhe i dha, do thotë, emocion, të cilën emocion normalisht nuk e ka, do thotë, të njëjtë sikurse, do thotë, krijesa e njeriu. Gjithashtu kanë thonë ulemaja që Allahu azza wa jall prej krijesave madhështore, do thotë që i krijoi të fundit është krijesa e njeriu. Kafshët Allahu ka kriju para njerëzve. Allahu i ka kriju bimët para njerëzve. Allahu i ka kriju melekët para njerëzve. Allahu i ka kriju xhinët para njerëzve. Do thotë edhe melekët ju në habit një farë forme
me faktin që Allahu i lajmëroi melekët që do ta krijojë një njeri me këmbës në tokë. Dhe normalisht melekët u habitën dhe thanë, a do ta krijosh një krijesë që der gjak, edhe bën trazira në tokë suket që kanë bu krijesat para tyre. Kush janë këun? Gjinët. Dhe normalisht kanë pas përvojë të keqe melekët me shumicën, do thotë e gjinëve, për arsye një farforme ju kanë drejtuar Allahu Azza wa Jall, edhe pse ai e din gajbin të fshehtën, që përse për krijon një krijesë që do thotë vepron sikurse ata që kanë qenë pa tyre, do thotë para tyre, o fjala për gjinët. E Allahu i tha, do thotë inni a'lamu ma la ta'lamun, unë e di atë që ju nuk e dini. Andaj Allahu Azza wa Jall ja kujton njeriut krijimin e begatisë së tij që njeriu të marrë mësim, edhe njeriu të marrë argumente se Allahu Azza wa Jall u dha njerëzve atë çka ata e donin. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Allahu ju dha juve çdo gjë që dëshironit. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse mundoheni me i numëru begatitë e Allahut Azza wa Jall, nuk keni mundësi me i qit në kalem. Edhe Ademin alayhi salatu wasalam Allahu e krijoi, edhe e formsoi dhe e nderoi pastaj duke i dhënë shpirtin dhe duke e bërë, do thotë që tjetë, do thotë, nga materia edhe nga ana shpirtërore, do thotë krijesa njeri që të ketë emocione, që të ketë ndjenja, do thotë, të cilat emocione dhe ndjenja e ndjek njeriu, do thotë sa të frymoj në këtë dunjë. Prej begative që Allahu Azza wa Jalla ia dha njeriu para se me kriju në fazat e krijimit të njeriu, do thotë, është se Zoti xhallahu ala i bëri, do thotë, nderim të posaçëm njeriu. Dhe këtë Allahu ka potencuar në shumë vende në Kur'an. Në ajetin 70 të surës Isra tha Allahu Azza wa Jall, "Wa laqad karramna bani Adam." Na kemi nderu, do thot, birin e Ademit. Dhe ky respekt dhe ky nderim që Allahu ja bëri kësaj krijese një pllum mbi tokë, që thonë njerëzit përfshin disa gjëra. E para është e krijoi në formën më të bukur, e pajisi me mendje, i dha lirinë e zgjedhjes. Edhe këtu duhet mund dal, i dha lirinë e zgjedhjes. Do të çfarë aspekti lirinë e zgjedhjes? I dha mendjen të logjikoj, i dërgoi shpallë pejgamber, i dërgoi libra për të treguar që mendja nuk është e hap vetëm me i perceptuar argumentet. Edhe i dërgoi shpallë, edhe i dërgoi, do thotë, libra dhe pejgamber. Dhe ky pejgamber tua sqaroi atyre ato se çka don njeriu, do çka don Allahu Azza wa Jalla nga njeriu. E Zoti xhallahu ala e la njeriu të lirë, por nga dia e absolute e din se ky njeri a do të jetë mohues apo do të jetë për atyre që e zgjedhin ato çka është më e drejta. Atë njeriu ka logjik të shëndosh për të dalluar të mirën nga keqja, të drejtën nga e pavërteta, dhe janë ndihmoi kësaj çështje Allahu Azza wa Jall që të dërgoj pejgamber edhe libra të tjerë qiellor, dhe Allahu e vullosi këtë çështje dhe tha qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, dhe është bërë e qartë tashmë ajo çka është e devijuar dhe ajo çka është e saktë dhe e vërtetë. Dhe Allahu tha në surën Kaf, wa qul al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Është ardhe vërteta nga Allahu Azza wa Jall, është duke e kota, është bërë çdo gjë e qartë. Andaj kush do e për juve le të besoje, edhe kush do e për juve do thotë le të mohoje. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall ja dha krijesës njeri mundësinë për ta njohur Zotin xhallahu ala dhe për ta adhuruar atë në formën më të mirë të mundshme. Begatia e dytë është se Allahu e bën njeriu që të jetë krijesa më e bukur dhe më e përsosur. Tha Allahu Azza wa Jall në surën Tin, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Tha na kemi kriju njeriu, Allahu Azza wa Jall, në formën më të bukur të mundshme. Mirë, po kjo krijimtari i hupet vlera asaj kur njeriu bëhet mirënjohës, mos mirënjohës, edhe kur bëhet arrogant në raport me ato që e ka përsos krijimin e tij. Për të arsye Allahu Azza wa Jalla tha, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. E pastaj e kemi bërë atë nga një krijesë ndershme, krijesë në formën më të bukur të mirë të krijuar, e kemi bërë që të bjerë në gradën më të poshtme, në gradën më të ulët. Çka bëri këtë krijesë të bie në këtë gradë të ulët edhe të poshtme? E bëri mos mirënjohja e tij, arroganca e tij raport me Allahun Azza wa Jall. Begatia e krijimit në formë më të mirë të bukur përfshin disa gjëra. E para është harmonia e trupit. Allahu Azza wa Jall e formsoi njeriu dhe pastaj i dha shpirtin. Zoti xhallahu ala e bëri që koka të jetë në anën sipërme të trupit. E bëri që duart të jenë anash. E bëri që këmbët të jenë të poshtme. Nga se kështu ka nevojë edhe kështu frymon, jeton shlirshëm krijesa njeri.
Andaj begatia e krijimit është në formën e njeriu, harmonia e trupit. Çdo gjë e ka vendosur që të jetë në harmoni të përsosur. Për shembull, mi pas durt 2 metra, që kish pas mos i njeriu me ec, ka kish pas as mi çu durt poshtë, as mi çu nalt, as mi çu durt në këtë formë i vendos. Ose mi pas kom gata shumë ekstrem. Ata që kish pas mos i njeriu me ungurmus, për shembull me i lidh kpust, edhe me bërë veprime të tjera. Ose me pas kokën shumë të gjatë. Do të ketë pjesën këtu me pas shumë gjatë, kish dalë shumë qesharak. Kush ka ditë ka është bukur me frimos apo me brimu, me kriju njeriu këtë formë bukur? Allahu azza wajal. Është ai i cili është krijuar suprem subhanahu wa taala. Gjithashtu aftësia për të ndier, menduar dhe vepruar. Allahu ja dha njeriu që të ketë aftësi me ndi gjërat. Interesante të çështja e aftësisë, ka raste kur ka krijesa që kanë këtë më zhvilluar. Ujku e ndjen. Për shembull, kur ka mundësi me qenë sulmi ti më i fortë dhe kur ka mundësi me qenë më i dobët. Kur është më i dobët, ka tërhiqet. Se ka aftësi me perceptu sa mundit me i dalë këtij dy luftimin, do thotë në pah apo nuk ka mundësi me i dalë këtij dy luftimin pah. Pastaj i dha njeriu të mundësi për të menduar dhe për të vepruar. Do thotë më njëherë aktivizohen shqisat e të ndjerit, aktivizohen shqisat e të menduarit, pastaj këto dy gjëra, ndjenja dhe të menduarit, do thotë njeriu më njëherë i implementon në veprim. Gjithashtu ekuilibri fizik, shpirtëror dhe intelektual. Për shembull, Allahu azza wajal ka ditë që edhe ana jashtme me qenë formë të ekuilibruar, edhe ana brendshme me qenë e tillë, po edhe ana intelektuale e tillë. Gjithashtu Allahu i dha, do thotë njeriu zemër që ndin. Dhe në farë formë është motori kryesor i trupit të njeriu. Edhe nëse ky motor është i shëndosh dhe është rregull, ka me qenë me lena Allahut azza wajal i shëndosh dhe rregull i tërë trupit. Gjithashtu prej dhuntive që përfshihen tek krijimi i krijesës njeriu është dhuntia e mendjes dhe diturisë. Dhe normalisht kjo është dhuntia më e mirë nga dhuntit, do thotë dhe begatit që Allahu i dha njeriu. Allahu azza wajal për të treguar për vlerat e Ademit alayhis salam, që i urdhoi melekët me ran sejdë dhe respekti, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Allahu ja mësoi të gjitha emrat e krijesave Ademit, edhe i sfidoi melekët dhe i tha, kallzoni ju hajde të gjitha krijesat. A i dini emrat e gjitha krijesave? Kush ja mësoi Ademit për një herë? Allahu azza, gjitha krijesave ka mësoi emrin. Melekët nga edukata raport me Zotin, çka than? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila të marrëdhuar je o Zot, ne nuk dim asgjë pas asaj që na ke mësuar ti. Ti je el alim, je i gjithëshëm edhe i urtë. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. O Adam, atë kallzoi emrat që ti kom mësuar ty të gjitha krijesave, për ta treguar begatin e mendjes që i dha njeriu. Gjithashtu Allahu azza i dha njeriu kapacitet me mësu dhe me studiu universin. Kafshët e shikojnë hanën ama s'marrin vesh. E shikojnë diellin që po i nxjes s'marrin vesh. Ku ja dha Allahu kapacitetin me i perceptu këto gjëra, me i pasi krijesa gjigante që ka kriju si madhështor, edhe me mendu rreth krijimet e tyre, Allahu ja dha këtë mundësi, këtë kapacitet dhe këtë komoditet krijesës njeri. Gjithashtu e bëri që njeriu të dallojë të vërtetën nga kota, dhe pas këtij dallimi të jetë përgjegjës me njëherë për veprimet edhe fjalët e veta që i bën apo i vepron njeriu të jetës së përditshme. Allahu ka më marrë në pyetje çdo njeri që ka logjik të shëndosh. Kjo fe nuk është fe e dënimit, nuk është fe e dhunës, larg asaj, është fe e lehtë, la ikraha fi din, nuk ka dhunë fe. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon askën për te mundësive. E çka po duam të thonë me këto? Po duam të thonë që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, rufi'a al-qalamu an thalath. Është ngrit lapsi prej 3 personave. E para është an-naimu hatta yastayqiz. Ai cili është duke flajë derisa çohet pe xhumit. Ka njerëz që njerëm duajnë veprime çuditse. Pastaj rasti i dytë është ai i cili është para se me një mbylyk. Deri kur? Deri moshë kur një mbylyk. Edhe el majnunu hatta yafiq, ai i cili nuk fshiron drejt. Nuk ka logjik të shëndos derisa të këndellet. Allah nuk e merr përsipër. Punët e mira kanë thënë ulemoja, i shkon sevap, a punë të këqija nuk i shkon gjuna. Ku ka fe të bukur si kjo fe e bukur islame nuk ka. Ana kështu Allahu e nderoi e përsosi njeriu, i amundsoi të jetë krijesë që mëson, i percepton gjëra dhe nuk i shikojnë gjëra vetëm thjesht si shikim formal,
por shikimi i tij është shikim me porosi dhe mësime. Gjithashtu, dhuntia e shpirtit. Allahu Azza wa Jall pra e bëri që kjo hedhje e shpirtit jetë veçanërisht nga Allahu Azza wa Jall, që dallon prej krijesave tjera. E dallon që Allahu e nderoi, do thotë njeriu nga vetja e tij dhe i dha shpirt. Fa idha sawaitu wa nafakhtu fihi faqa'u lahu sajidin. Fa Allahu në surën Sad shatu 2, pasi do thotë i formova trupin, do thotë njeriu, do thotë i fryta. Këto kanë përthyr prej shpirtit tim. Do thotë që Allahu Azza wa Jall e bëri që direkt shpirti vjen nga Allahu Azza wa Jall. Do thotë lloj frymësimi që të jetë e nderuar nga krijesa tjera. Pastaj tha, ju bini sejdë atij se e kom nderu une. Do thotë krijesën e ri këtë rast për Ademin alayhis salam, që kjo veçanti është do thotë e njeriu. Pastaj begatia e lirisë dhe zgjedhjes. Allahu Azza wa Jall i ka dhënë njeriu këtë begati. Që këtë begati për shembull nuk e kanë melekët. Të gjitha melekët i nënshtrohen Zotit. A ki ndinë ndonjë meleke që e kundërshton udhën e Zotit? Jo. Allahu ka krijuar këtë formë nga drita dhe i ka thënë që kështu duni me qenë. Allahu ka krijuar kafshët këtë formë, kështu duni me qenë. E pastaj pas krijimit do thotë të kafshëve, Allahu Azza wa Jall do thotë krijoi krijesa tjera, pastaj krijesa e fundit që e krijoi Allahu Azza wa Jall, do thotë është krijesa njeri, që Zoti xhallahu ala e formsoi njeriu dhe normalisht e dha begatin apo mirësinë e lirisë së zgjedhjes. Do normalisht i ka dhënë logjik të shëndosh, mundësi për të studiu, mundësi për të mësuar dhe pastaj Allahu Azza wa Jall i dërgoi pejgamberë dhe shpallje. Nga se drejtësia e është ma kunna muadhibina hatta nabatha rasula. Na nuk e kemi dënuar asnjë popull derisa t'i dërgojmë pejgamber. Pastaj wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Nuk ka pas popull se s'ka pas pejgamber. Andaj Allahu gjithë këtë komoditet ja dha njeriu, edhe tha që na e çum vërtetën hakun e salom kush doje me besua dhe kush doje me mohu. Andaj është një çështje që nuk e kanë krijesa tjera. Gjithashtu begatia e pozitës së mëkëmësit në tokë. Allahu Azza wa Jall e ka dërguar njeriu që të jetë mësues, ndërtues dhe kujdestar i tokës. Në farforma këto begati që Allahu ka krijuar, pemt, kodë ashtu me radhë, Allahu e ka dërguar këtë krijesë të vogël, një plumb mbi tokë që me i mirë mbaj këto gjëra. Mos me kriju fesat të gjëra. Por të arsye kanë thonë ulemaja që Allahu është vërtet që ka dërguar edhe kodrën, shërbim të njeriu, edhe pemt, po jo me prish natyrën dhe me jahu bukurinë e natyrës. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Mos krijoni fesad në tokë pasi që Allah ka caktuar, ka vendosur rendin. Andaj prisha e bukurive të kodrave me gdhendje të vazhdueshme, prisha e bukurive të pyllit me marrje të drove në mënyrë të vazhdueshme, është vërtet që Allah ka krijuar shërbim njeriu, ama jo me kalu limitin që me zbedh dhe me hupat bukuri që e ka krijuar Allahu Azza wa Jall. Andaj Zoti e ka krijuar njeriu që me përhap drejtësi. Inna Allaha ya'muru bil adli. Allahu urdhron drejtësi. Pastaj me e rujt natyrën dhe me e kultivu natyrën dhe me prodhu natyrën. Çka me prodhu? Ta ka bu me dije pejgamberi që edhe nëse e shef që është duke bu kiameti, edhe kini fidan në dorë, mos e gjuj pa mbjell. Mbjell atë. Do thotë mos me prish bukurinë e natyrës dhe normalisht me ndërtu shoqëri të madhe, do thotë shoqëri të hajrit. Nga se njeriu është ai i cili krijon shoqëri të keqe, që na shpesh e shohim këtë jetë të përditshme, që mbizotron e keqja, dhe normalisht ka edhe njerëz të hajrit që krijojnë shoqëri të mirë me rujt atë çka Allahu ka kërkuar me urujt, edhe me kultivu atë çka Allahu ka urdhëruar me e kultivu. Gjithashtu prej dhuntive që shprehet është dhuntia apo dhuntit e shumta trupore dhe shpirtërore. Allahu Azza wa Jall ka tregu, për shembull në surën Nahl ka thënë: "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Nuk keni mundësi me i numëru begatit e Allahut Azza wa Jall, edhe nëse mundoni me i numëru ato. Për shembull, begatia e shikimit, begatia e dëgjimit, begatia e logjikimit, e ndjenjes, dashurisë, begatia e mundësisë së pendimit dhe begatia e shfaqjes së mëshirës. Njeriu kur din më bëj i mëshirshëm, do thotë s'ka krijesë që din me implementu edhe me kallëzu këtë bukuri. Mirë po kur din më bëj arrogant dhe i keq, edhe iblisi alayhi lane, edhe zullumçari më i madh pe gjinve, edhe pe shejtanëve,
habitet me arrogancën dhe zullumin që e bën kanjer krijesa e njeriu. Gjithashtu, qëllimi i lartë i krijimit, Allahu Azza wa Jall i ka treguar njeriu që nuk ka nder më të madh o krijes njeriu se sa me qenë robi jemi. A nuk e sheh që të kom kriju formën më të bukur të mundshme? A nuk i numëron begatit që i kin trupin tënd, o fi anfusikum afala tubsirun, edhe në veten tuaj keni begatia, nuk po fiqyroni. Andaj Allahu kërkon prej teje o njeri, o insan, me kuptu njëre për gjithmonë se përse kjo ardhë në këtë dunjë. Thjesht me qenë robi i Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo është krenaria më e lartë që ka mundësi me u nderuar ndonjë krijesë. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ka thënë Allahu Azza wa Jall, nuk i kam kriju njerëzit dhe xhinët për asgjë tjetër veç të më adhurojnë mua. Andaj është krenari, është privilegj që këtë mirë në krijimtari që ka dhënë Allahu Azza wa Jall me ja kthy Allahut me nënshtrim, me ja kthy me Allahut me përulje, me adhurim dhe thjesht me marrë epitetin duke qenë robi i Allahut edhe me vdek me këtë formë. Na dim që fjala rob është fjala e shumtuar me raportin e përgjithshëm jetësor në këtë dunjë. Filani robi filanit, njerëzit ndihen keq, njerëzit vjen ju ngushtohet gjoksi. Mirë po me marrë epitetin robi i Allahut Azza wa Jall nuk është nënshmim, po është privilegj dhe normalisht kush e ka atë mundësi, edhe atë nafak, është begati që nuk përshkohet me fjalë. Njeriu pra është i nderuar nga Allahu Azza wa Jall si krijesë. Është vërtet është krijesa e fundit, po është krijesa më e begatë dhe nga krijesat e para që kanë me hinë në xhenet. Pastaj Allahu Azza wa Jall i dha strukturë të këndshme njeriu, duke i dhënë mendjen dhe normalisht nëse mendja nuk është në rregull, çka po të vinë atë trupi. Pastaj i dha njeriu shpirt, përgjithësi. Pse shpirt? Që me përsetu drejt të mirën edhe të keqen, dhe i dha njeriu të gjërat të cilat njeriu do thot i ka në pronësi dhe normalisht ka më pyet nga Allahu Azza wa Jall për këto gjëra. Prej çështjeve që përfshihen është se Allahu Azza wa Jall e ka kriju njeriu dhe normalisht i ka treguar njeriu për prejardhën për nga ka. Dhe prejardhja kryesore e njeriu, Ademit parë, është prejardhja nga dheu apo nga toka. Tha Allahu Azza wa Jall, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Prej tokë ju kemi kriju, në tokë kemi për t'ju kthyer, pastaj prej saj kemi për t'ju ringjall. Allahu Azza wa Jall në shumë ajete kuranore ka tregu, do thot, 7 fazat graduale të krijimit të njeriu të parë Ademit, po edhe krijimit të njerëzimit në përgjithësi. Dhe këto faza i ka cek edhe në Kur'anin famlar, në surën Mu'minun, edhe disa sure tjera, po i ka cek edhe vetë pejgamberi në për hadithet e tija. Nuk është tema jon me i lexu ajetet edhe me përkthyn gjuhën shqipe apo hadithet e gjata që flasin këtë drejtim, po i ceki fazat në gjuhën arabe, pastaj po i përkthej në gjuhën shqipe fazat në të cilat faza e ka kriju Allahu Azza wa Jall krijesën njeriu. Faza e parë është faza e turab, që në gjuhën shqipe të thot faza e dheut. Faza e dytë është e tin, që në gjuhën shqipe përkthehet si balta. Faza e tretë është e tini lazib, baltë e cila është e përzime me ujë. Faza e katërt është el hamail mesnun, është fazë që në gjuhën shqipe quhet llomizi, do thot i tjetërsuar. Pastaj el salsal është balë tingëlluese. Pastaj et taswir, Allahu kur ja jep formën edhe trajtën njeriu në barkun e nanës. Pastaj faza e parafundit, do thot është nefkhur ruh fih, do thot faza kur Allahu i jep shpirt, do thot njeriu. Dhe normalisht ka edhe faza tjera të cilat ju ncek nëpër ajete dhe hadithe tjera, dhe normalisht këto faza Allahu Azza ka cek kur fillon krijesa njeriu me u formsu në trupin e nanës, konkretisht në mitër. Faza e parë është, do të thotë kjo ka 7 faza, es-salala, do të thotë esenca e baltës. Çka ka lidhje balta me mitrën e nanës? Trupi njeriu ta keni pa kur e rrok diku në rrymë, çka bojnë? E shtin zall. Pse? Zalli e observon. Rrymën edhe kur e dhërt mas 2 orë u çu. I dekta u çu. Këto e kanë testuar dhe na kanë ndodhur, shoh në shumë rast. Moti zaman. Për të treguar që kjo cop likure, do thot e ka prejardhjen nga dheu balta. Në 2, pse e ka quajt balt? Realisht është frymsu, do thot nga sperma apo nga uji, për shkak se edhe uji pika i del, do thot del shumicën e rasteve prej tokës dhe normalisht prej
prej dheut. Faza e parë është es-salale, që në gjuhën shqipe do thot esenca e baltës. Faza e dytë është en-nutfe, do thot trupi i njeriu fillon, pastaj fazën e dytë bëhet do thot pikë sperme. Pastaj el-alaq, qelizë embrionale. El-mudgha, mas embrionale, do thot zhvillohet. Pastaj fillon el-idham, ka dal mbarku në nënës fillon me ju formsu eshnat, do thot fillon gishti apo fazat e gishtave, fazat e korrizit, pastaj edhe gjërave të tjera në trup. Pastaj kiswatu lahmin, këto eshtra Allahu azza wajal urdhon melekun që shka foshnjës me ju mush, me shka me mush, kiskelet me shka me mush me mish. Pastaj faza e fundit khalqan akhar, do thot Allahu e krijon një krijem tjetër, shka i bën khalqan akhar. Ka dosh me thon Zoti, ndalu te faza e parë edhe hajtit e fundit. Fazën e parë ke që të shka ke, ndërsa faza e fundit u formsu njeriu dhe u kriju në formën që pastaj del nga mitra nanës edhe del foshnje. Kush ka ditë ke këtu bukurime i bu? Allahu azza wajal. Edhe normalisht shpeshherë unë e thom, po edhe ulemaja thonë, çu është e mundshme profesorët e biologjisë, çu është e mundshme profesorët e gjeografisë, e fizikës, e kimijës, e mjekësisë, shumë për tyve kanë emra ndonjë ateista. Kjo është më çuditë. Edhe ata i marrin këto 7 faza, edhe i pranojnë, edhe din kur me shiku fëmia është gjenetikisht i mirë apo jo. Subhanallahu. Kur po formo ke fëmia mbarkun e nanës, tu fillu më formu, momentin që kjo sperm shndrohet në një gjak të bëmrosur të ngjizur, nga ai moment edhe pse para kësaj Allahu ka ditë komplet definohet ky fëmijë, a ka me go, a ka baba, a ka nona. Ky fëmijë a ka me koni gjatë, a ka me koni i hunqt. Ky fëmijë sipas asaj që është në embrion, a ka me koni trash apo i holl. Ky fëmijë a ka me qenë i lumtur apo jo, a ka me qenë tip i mbyll apo nuk ka me qenë tip i mbyll. Këto mrekulli, çka me kuptua ato çka ka thënë Allahu azza wajal dhe ka thonën fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sa krijues madhështor, sa krijues i bukur dhe suprem është Allahu azza wajal. Hadha khalqullah. Kjo është ajo që ka krijuar Allahu azza wajal. Faruni madha khalaqa alladhina min duni. Hajtni kallzoni se çfarë kanë krijuar idhët tuaj që ju po i adhuroni vend të Allahut, jashtë asaj që e ka krijuar Allahu azza wajal. Gjithashtu Zoti xhelalu ala thot wa fi anfusikum fala tubsirun. Edhe në vetveten tuaj keni argumente që Allahu është krijues madhështor. Keni argumente që ju shpihen juve me njësu dhe me adharu vetëm Allahun azza wajal. Shikoni begatit Allahut në trupin tuaj. Forma e të nëhaturit, e shqisave, forma e frimarjes, e kirimit durve, këmbëve. Këto kishin me mjaftu si argument se Allahu është krijues dhe vetëm ata duhet me adhuru, vetëm atij duhet me ju nështru. Allahu azza wajal tha në surën Nahl ayat 4, që kjo është tema juanja, khalaqa al-insana min nutfa fa idha huwa khasimun mubin. Thot Allahu e krijoi njeriu nga një pikë uji, sperma. Fa idha huwa khasimun mubin. Mirë po megjithatë ajo është armik i hapët dhe i përbetuar i Zotit. Çka nën kupton kjo? Allahu i thirr mendjeve të shëndosha, mohuse, ateistëve. O ju që për pikë qefi po thoni jeni ateist. O ju që po çoni pesh raport me Zotin. O ju për buzës të mirësive të Allahut azza wajal. Allahu ju krijoi nga një pikë uji. Çka që jeti? Kaç ki vlerë pikë uji? Nëse Allahu i ndroft, kanë thonë lemoja të e komentu këtë ajet, gërditesh vet nga sperma jote. Atër vesh ndalu dhe krijoja pikë kafit i kiriu. Çka është i vlen? Çka po quosh pesh? Çka mujtesh me bo me një pikë uji? Çka mujtesh me bo me një diçka që gërditesh prej saj? Ti e që kije? Zero je ka shi Allahu azza wajal. Andaj mos u shopesh, mos u bo, mos mirënjohës, edhe për buzës, kuptoje begatin edhe dhuntin e krijimit të Allahut azza wajal, që Allahu të ka kriju ty në formën më të bukur të mundshme, edhe në formën më të përsosur. E fela tubsirun, Allahu thot, çka po çoni pesha nuk mjafton që ju me qenë largpams edhe me shiku atë çka Allahu ka kriju në vetvetet e juaja. Gjithashtu Allahu thot në surën Nahl këtë drejtim, Allahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada.
Allahu Azza wa Jalla është ai i cili ju krijoi nga ju bashorte, edhe nga bashortet e juaja Allahu ju dha fëmijë, mbesa dhe nipa. Kush t'i fali këta fëmijë Allahu Azza wa Jalla? Pa izin Allahu ta kishin mujt me ardh ta fëmijën këtë s'kishin mujt. A kish mujt ki fëmijë me dali gjallë nga mbitra nanës, pa lenë Allahu s'kish mujt. Kush e krijoi gjithë këtë proces që ka qenë dhe ka ndodhur në mitër të nanës gjatë 9 muajve, Allahu Azza wa Jalla, a kish mujt fëmia me vdek në to po? Kush e bën nasib këtë fëmijë me dal këtë dunjë, Allahu Azza wa Jalla. Wa hafada. Nuk ju la Allahu vetëm me pas djem, vajza, po dhe mbesa dhe nipa. Unë e di që dikush as e vllazën e vet se mrin des. Dikush as nipin se mrin des, po shumicën e njerëzve, shumica atyre njerëzve, Allahu ja bën nasib që me mri edhe fëmijë, po edhe me mbri edhe nipa dhe mbesa. Gjithashtu Allahu prap në surën Nahl ayeti 78 prap i drejtohet logjikës njerëzore. Po flas asaj logjike që nuk është mirënjohëse ndaj Allahut Azza wa Jall. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allahu ju nxori nga barqet e nënave tuaja. La ta'lamuna shay'a, dhe nga ai moment nuk keni ditë kur gjo. S'keni ditë as bukë me lyp, as ujë. As ke ditë mi kallzu babës ku po them, as çka po don. Kush mësoi ty me mimika me lyp nanës, Allahu të ka mësuar. Wa ja'ala lakum as-sam'a, Allahu ju dha dëgjim, wal absar, shikim, wal afida, mendje që ndoshta la'allakum tashkurun, që të njeni mirënjohës. Andaj pa dëgjim, pa shikim, pa logjikim, a mund me fol njeri? S'mund me fol njeri. Për atë arsye fëmia që kanë ngjesin e të folur, çka kanë? Ja kanë problem spondin, a ki po, këna kus fëmia s'nis me fol, nis vonë, e çon të lokopit thot, bëni analizat e dëgjimit. Ose me shikute, e merr vesh a shikon ajo. Thot bëja një test psiqik. Test të nervave. Me shiku a janë do të nervat që funksionojnë si duhet, apo ka ngjese, apo a logjikon njeriu apo jo. Nëse njërin prej këtyre komponenteve nuk e ka në rregull, çka nuk fol fëmia. Edhe mbetet me nevojat e veçanta dhe me pasoja, do thot, që në tarmën ka mundësi me kriju probleme dhe telashe. Edhe e parafundit për këtë temë është, se ka me fol shumë, Allahu Azza wa Jalla thot në surën Ar-Rum: "Wa min ayatihi khalqu as-samawati wal-ardi واختلاف ألسنتكم والوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين." Për argumenteve që Allahu është kriju suprem dhe begatia dhe dhuntia e tij e krijimit është madhështore, është Allahu krijoi nga argumentet e tij qiellin dhe tokën, واختلاف ألسنتكم والوانكم, dhe bëri që edhe te krijesat njerëzore me pas gjuhë ndryshme, edhe me pas ngjyra ndryshme. Allahu krijoi njëri të bardhë, fleksibor. Allahu krijoi njëri të kuq, Allahu krijoi njëri të zi, njëri të ngjyrm, do thotë të kaft. Kush është ai që i krijoi njerëzin këtë formë? Allahu Azza wa Jall. Allahu edhe të njeriu krijoi gjëra ndryshme, edhe duar ndryshme, këmbët e ndryshme. Të gjithë njerëzit kanë duart e njëjta, sytë e njëjtë. Nuk i kanë gjithë njerëzit kokat e njëjta, nuk i kanë njerëzit gjuhën e njëjtë. E kjo lloj-llojshmëri çka është? Është argumenti i begatisë së krijimit të njeriu. Është argument që për Allahun çdo gjë është e lehtë. Kush e mëson njerëzimin këto gjuhë? Allahu Azza wa Jall. Që mos më thënë një të njëjtën gjuhë, kish mund këtë arabisht me ilon. Pastaj tha واختلاف ألوانكم. Për pas që flisni gjuhë ndryshme, njëri me njëri, Allahu tha ju krijoi edhe ngjyra ndryshme. Me kallzu që kjo është krijuesi suprem. A ka mundësi krijesa njëri mos më kuptu? Ka mundësi. Ka një gjuhë folme s'u ngel me vesh. Po ka mundësi italiani me kinezë, mirë valla, ai fol ki fol, se ti të fol gjuhën e vet. Andaj kjo është urësia e krijimit të Allahut Azza wa Jall. Edhe fundit është kajmaku i begative të krijimit, krijesës njeriu është Allahu Azza wa Jall na krijoi neve në natyrshmërinë e pastër islame. Këtë njerëzit i ka kriju. Argument kullu mawludin yuladu ala al-fitra, ka thonë pejgamberi sa në hadithin e vërtet, çdo foshë lind në natyrshmërinë e pastër islame. Pastaj prindët e bojnë çifut, krishter, zjarrpotisë dhe kështu me radhë. Allahu të ka nderuar me gjithë këtë krijim të bukur, të ka nderuar me qenë dhe me u kriju në natyrshmërinë e pastër islame, pastaj ti ai i cili e zgjedh devijimin apo vazhdon rrugtimin në këtë rrugtim që Allahu ka kriju dhe të ka nxjerr nga barku i nanës. Andaj të gjitha krijesat apo krijesa e njeriu që del nga barku i nanës
del në ndryshmimin e pasën islame, po ja që shumica atyve dhe i thitin ose për shkak rrethanave, ose për shkak familjes, ose për shkak gjërave tjera, dhe pak prej tyre e mojnë amanetin e Zotit vend. Para mendoni, kur Allahu i ka kriju krijesat njerëzore, i ka qitë me një fushë të një mejdan, shkar në hadith, edhe i ka thonë gjithave, elestu bi rabbikum, ajo unë e Zotë juaj, të gjithë e kanë kthy përgjigjen, ti e Zotë jon, pik, kaq. Po problemi është pak për tyve e kanë majt këtë amanet dhe wa qalilu min ibadi shakur, sa pak robër nga lloji njerëzve janë mirënjohës nga Allahu Azza wa Jall për dhuntin e krijimit, për dhuntin e besimit, edhe për formën e bukur të krijimit dhe begatit që Allahu i ka vendosur te krijesa njëri. Elusme Allahun që ta kuptojmë drejt këtë begati, elusme Allahun që ta falenderojmë Allahun për mirësitë që na ka dhënë, se mos falënderimi na bën që ta humbim mirësinë e udhëzimit, ta humbim edhe këtë mirësi të krijimtarisë bukur të Allahut Azza wa Jall. Zoti na ruajt imanin, na mundsof me tu faqebardh dhe me vdek faqebardh. Allahu i shpërbleft në takimin e ardhshëm. Elhamdulillahi rabbil alamin.